Përgjatë projekteve infrastrukturore në Vlorë, të cilat janë realizuar vitet e fundit, janë mbjellë me qindra pemë. Pemë këto të llojeve kryesisht palma, pisha, repe, por dhe në shumë vende të tjera edhe tipologji të ndryshme të pemëve në hapësirat e gjelbëruara. Sigurisht që i kanë shtuar më tepër hijeshi projekteve infrastrukturore dhe mbi të gjitha kanë shtuar sipërfaqen e gjelbëruar në qytet. Prej kur projektet janë realizuar, një anomali është vënë shpesh re me strukturën që vendoset rreth tyre. Më konkretisht, për të bërë të mundur që pemët mos të thyhen, si dhe të kenë një gjatësi të konsiderueshme dhe tepër të drejtë, rreth tyre si zgjidhje u pa të vendosë një strukturë prej metali. Strukturë metali kjo e salduar në pjesën e betonit të projekteve të ndryshme, e cila vinte në formë trekëndëshi, duke u kapur më pas me një strukturë hekuri rrethore rreth trungut të pemës në pjesën e sipërme. Shpesh në qytet, në shumë pemë, u pa kjo strukturë, e cila u tha se ishte domosdoshme për më tepër gjatësi të pemëve në qytet. Por ajo e cila u parashikua si zgjidhja, në fakt rezultoi se ishte vetë shkatërimi i 10 pemëve në Vlorë. Ishte faktori përse shumë pisha, palma, repe u than dhe më pas u pren. Pasi struktura e metalit, si dhe lidhja që bëj për të ruajtur drejtësinë, shpesh fërkoi me trungun duke dëmtuar këtë të fundit. Struktura e metalit nga lëvizjet e tepërta dhe vetë trungut gjatë ditëve mereshje duke lëvizur pranë tij shkaktonte prerje të trungut dhe dëmtimin e pjesës së sipërme të tij. Kjo gjë më pas shkaktonte tharjen e pemëve. Diçka e tillë u konstatua jo vetëm nga ekspertët mjedisor, njohësit e tipologjive të ndryshme të bimësisë, por edhe nga qytetarët e Vlorës. Pak muaj më parë, një kronik televizive ka shpalosur në ekranin e 6+1 Vlora këtë shqetësim të vlonjatëve duke kërkuar edhe një zgjidhje. Shqetësimi i ambientalistëve, qytetarëve vlonjat, ka patur tashmë një reagim. Prej pemëve të llojit pish, palma dhe repe janë hequr strukturat metalike mbajtëse. Përgjatë lungomares, bulevardit të Vlorës, parku të shtëpisë së Pavarësisë, më në fund, e thënë figurativisht, pemët janë lënë të lira. Struktura metalike që i dëmtonte është larguar prej andej, ku brenda një kohe fare të shkurtër, këto pemë, trungjet e tyre, duket qartësisht që kanë çelur, duke marrë më tepër zhvillim.